Ndalemi pak tek Opinga. Çfarë e bën kaq të veçantë? E bën të veçantë atë herë para nostalgjia për atë kohë ku ishin të dhënë për valle, kryesisht. Në kohët përpara i kanë vesh edhe kanë pashku krush i parë, kur kishte Opingat e mira, shkote krush i parë në kohët e vjetra, mëse në herë duke ashtu. Tash kanë të veçantën. I shikon edhe ju në përgëzime familjare kur kërcejnë, po me atlete. Atë nuk ka dhe kuptim, ka dhe kur shkoj te atletja. Valle tradicionale me atlete moderne. Po t'ishte po tradicionale, do t'jetë edhe Opinga, që është aksesor shumë i dukshëm edhe shumë i mirë. Dhe identifikues. Pa diskutim. Ka të gjitha krahinat, kanë modelin e llojit vet. Vendet afër Janines dhe afër Prizrenit, ose afër te Maqedonisë, Shkupit, kanë qenë çik më përpara me modelet, me të bërët. Përse pjesët më ashtu më mrapa. Mirdita ka karakteristiket më të vjetrën e gjithë me një litar, merr lëkurën e lopës, i bë ca vrima dhe lidhet. Ka një model që e kam aty